الحمد لله رب العالمين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعشر ذي الحجة نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu e falenderojmë. Atë e madhrojmë, prej ti ndihmë, mëshirë, udhëzim dhe falje kërkojmë. I pejgamberin tonë, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Dhe dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtet, i cili meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpallin e fundit. Kur'anin famëlart që të jetë udhërofyes, se si të jetojmë jetën në këtë dunja dhe si të meritojmë shpërblimet e Allahut në botën e ahiretit, në xhenetet e tij të larta, ku ka çfarë syri s'ka pa, as veshi s'ka dëgjuar, as që ka pas mundësi dikush ta paramendoje atë bukuri dhe ato mirësi që Allahu i ka përgatitur për besimtarët. Të ndërua vëllezër, mëshira e Allahut subhanahu wa taala është shumë e madhe. Prej mëshirës së Allahut është që kohë pas kohe besimtarëve ju jep mundësi që të fitojnë sevape, që të shumë fishojnë shpërblimet për veprat që i bëjnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jemi në 10 ditëshin më me vlerë të vitit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vepra e mirë në këto ditë është më e dashur tek Allahu se sa vepra e mirë që e bën mujahidi, ai që ka dalë në rrugë të Allahut për të luftuar, përveç në rast nëse ai që ka dalë nuk kthehet më në shtëpi, del me jetën e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet në shtëpinë e tij. Ky person ka rënë shahid dhe kjo vepra e tij është shumë më madhështore se vepra që e bëjnë besimtarët në këto 10 ditë të muajit Dhul Hijja. Në këtë ditë të xumas, janë bashkuar disa vlera që i ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ditë është një prej 10 ditëve të muajit Dhul Hijja. Kjo është e para. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dita më e mirë në të cilën ndin dhe perëndon diri është dita e xumas. Po ashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në këtë ditë të xumas është një orë, një moment në të cilin Allahu subhanahu wa taala i pranon lutjet e njerëzve. Paramendojnë, këto mundësi na jep Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë. E shumë pak janë prej besimtarëve të cilët i shfrytëzojnë këto mundësi dhe këto begati të Allahu subhanahu wa taala dhe lejojnë që këto ditë me vlerë të kalojnë pa i llogaritur si diçka me vlerë. Thot Allahu subhanahu wa taala duke folë për haxhilert, li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru Allaha fi ayyamin ma'lumat. Haxhi nga çdo aspekt është përfitim për njerëzit. Po ashtu, këto ditë janë të begatshme dhe të bereqetshme edhe për ata që nuk janë në haxh, sepse në këto ditë Allahu subhanahu wa taala e shumëfishon shpërblimin e veprave. Prandaj dietarët thonë se farzi i cili kryhet në këtë 10 ditë të muajit Dhul Hijja është më e vlerë se sa farzi që kryhet jashtë këtyre 10 ditëve. Po ashtu nafilja është më e vlerëshme se sa nafilja vepra vullnetare që kryhet në ditë të tjera. Po ashtu, ja vlen të përmendet dhe të theksohet se edhe gjunahi është shumë më i shëmtuar në këto ditë kur është pranë neve mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu na jep këtë mundësi që t'i shfrytëzojmë këto 10 ditë dhe të fitojmë shumë pish shpërblime për veprat e vogla që i bëjmë. Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Këto janë ditë të njohura, janë 10 ditë që i pari muaj Dhul Hijja, thot Ibn Abasi
radiallahu anhu. Po ashtu, në një ajet tjetër Allahu xhaleshanu betohet me këto 10 ditë duke thënë wal fajr wa layalin 'ashr. Betohet në këto 10 ditë. Pastaj thotë wa shafai wal watr. Betohet në ditën e 10 që është dita e Kurban Bayramit dhe dita e 9 që është dita e Arifës, për të cilën do të flasim edhe pak për vlerën e saj. Çka duhet t'ja kujton vetvetes besimtari? Nëse e shikojmë në këto 10 ditë, Allahu subhanahu wa taala i ka grumbulluar 5 shtyllat e Islamit. Kemi mundësi të i bëjmë në këtë muaj të, do të thonë në këtë muaj të Dhulhijhes, në këtë 10 ditë të parë të muajit Dhulhijhe. Këtu e kemi haxhin, i cili është shtyllë e Islamit, i cili kryhet vetëm një herë në vit. Në këto 10 ditë të para të muajit Dhulhijhe. Kjo është koha kur ritheksojmë nevojën që të jemi vazhdimisht në lidhje me Allah nëpërmjet namazit. Këto është edhe agjerimi. Për agjerimin e këto ditëve ka vlera në mesin e të cilëve është vlera e agjerimit të ditës së 9 të muajit Dhulhijhe, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inni la ahtasibu 'inda Allahi an yaghfira li as-sana allati qablaha wa as-sana allati ba'daha. 2 vjet fale fiton ai i cili agjeron në ditën e Arafatit, dita e 9 të muajit Dhulhijhe, dhe kjo është sunet për ata që nuk janë në haxh. Po ashtu, në këtë kohë është edhe koha e sadakas. Njëra prej mënyrave se si ne e japim sadakan është me anë të kurbanit të cilin do ta thërim. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lam yudahi", edhe kush nuk e therr kurban, edhe se ka pas mundësi le të mos afrohet pranë vendit ku do ta falim Bayramin. Kjo është një paralajmërim shumë i rëndë për ata njerëz të cilët kanë mundësi, prapë nuk e marrin guximin apo nuk kanë vullnet dhe dëshirë që ta therin një kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Një çifut erdhi te njëri prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, te Omer ibn al-Khattabi, dhe i thotë: "Ju në Kur'an e keni një ajet të cilën po ta kishim pas në atë ajet, atë ditë kur ka zbrit ai ajet do ta kishim shpall fest." Atëherë Omeri thotë: "Unë e di cili ajet është ky, edhe di kohën kur ka zbrit, dhe ditën kur ka zbrit, dhe vendin kur ka zbrit. Kjo është ajeti ku Allahu thotë: El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u apërsosa fen tuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe i plotsova dhuntit dhe begatit e mia ndaj juve. Wa raditu lakum al-islam dina. Dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami." Këtu rikthehemi tek ai kushti i parë që është prej kushteve të Islamit, është shahadeti, i cili është një deklarat me të cilën ne e shprehim besimin ton të paluhatshëm se Allahu është një Zot i vetëm të cilin e adhurojmë, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, sheriatin e të cilit ne ndjekim dhe do të jetojmë me të deri në frymën e fundit në këtë jetë. Prandaj, ne si besimtar duhet ta kuptojmë se kur Allahu na e kujton se në një ditë prej ditëve të muajit Dhulhijhe ka zbrit ajeti i fundit që thotë se sot u ka plotsu feja, u ka kompletu feja dhe begatia ime ndaj juve, dhe unë jam razi që feja juaj të jetë vetëm Islami. Kjo është diçka që duhet me na motivu që të jemi më të përpikt dhe më të vendosur në zbatimin e urdhrave të Allahut dhe në largimin prej ndalesave të Allahut xheleshanu e xhele xhelalu, sepse çka është feja? Feja është ta bëjmë atë që Allahu na urdhon, të largojmë prej asaj që Allahu na ka ndaluar dhe të adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë ta bëjmë vetëm për hir të Allahut. Kjo është Islami. Kjo është ajo që Allahu e kërkon prej neve. Prej veprave të mira që besimtarët mund t'i bëjnë në këto ditë, që janë vepra të lehta, nuk kërkojnë shumë prej neve angazhim, është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Thot një prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sa ka thënë: "Fakthiru fihi min at-tahlili wat-tahmidi wat-takbir." Në këto 10 ditë shtojeni sa më tepër fjalën la ilaha illallah. Pastaj shtojeni sa më tepër fjalën elhamdulillah dhe shtojeni sa më tepër fjalën Allahu akbar. Tekbiri në këto 10 ditë i ka 2 forma. Forma e përgjithshme, në çdo moment kur të kujtohet thuaj Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd.
Ose ajo forma që ka ardhur në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas çdo namazit të farzit prej fillimit të ditës së Arafatit, dita e 9 të muajit Dhulhijhe mas sabajt deri në ditën e 4 të Bajramit, pas domethënë me ikindi përfundon ky tekbir i quhet tekbir muqayyad. Pas çdo namazi besimtarët e madhrojnë dhe lartësojnë Allahun dhe ja kujtojnë vetes se Zoti më madhështor, i vetmi të cilit i përulemi dhe bim në sejdë është vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm atij i takon falënderimi. Kjo është diçka e lehtë, nuk është diçka e vështirë. Pse mos t'i shfrytëzojmë? Në një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kelimetani khafifetani ala lisani, thaqiletani fil mizani, habibetani inda Rahman." Janë dy fjalë që janë lehta për t'i shqiptuar. Janë të rënda në peshorën e ditës së gjykimit. Edhe i do i gjithë mëshirshmi Allahu subhanahu wa taala. Domethënë me e bë dhikr Allahu. Nuk është diçka e vështirë. E dhikri prej dobive që i ka, i qetëson zemrat e besimtarëve, i largon ato prej mendimeve të keqia dhe i bën atë që të kenë më tepër vullnet ta madhrojnë këtë Allah, të cilin ata e adhurojnë. Dita e 9 është dita e Arafatit. Në atë ditë thojnë dietarët është dita në të cilën Allahu krenohet. Edhe është dita në të cilën Allahu më së shumti liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Thot Aisha radiallahu anha se dita e Arafat është dita në të cilën Allahu subhanahu wa taala më së shumti liron njerëzin nga zjarri i xhehenemit. Është dita në të cilën Allahu krenohet para melekëve dhe thot: "Dëshmoni ju o melekët e mi që jeni pra meje se unë i kam falë këta njerëz që kanë ardhur nga çdo cep të botës të veshur me ihram, duke domethënë bë dua dhe duke e lutë Allahun subhanahu wa taala, dëshmoni se unë i kam falë këta. Kanë ardhur të palartë, të pluhosur, të pa flokë të krera, kanë ardhur vetëm të krera kanë ardhur vetëm ta madhrojnë dhe ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala." Një vit për vite kur isha në Mekë, një person më tha: "A e dini se në këtë vend keni kanë para se me ju kriju Allahu subhanahu wa taala? Aty afër, atë luginës së Arafatit, është vendi në të cilin Allahu i ka krijuar shpirtrat tonë. Edhe ka kërkuar prej neve që të dëshmojmë, kur ka thonë: Elestu bi rabbikum, qalu bala shahidna." Shpirtrat tonë, si cili prej neve ka qeni krijuar në atë vend dhe Allahu e ka krijuar, ka kërkuar prej tij që të dëshmon se është Allahu Zoti i tij të cilin ta adhuron. Dhe e ka marrë secilin Allahu dëshmitar për vetvete ose kundër vetvetes së tij. Sepse shumica e njerëzve kur kanë ardhur në dunjë kanë haruar atë dëshmia pa atë zotim që e kanë dhënë Allahu se ata adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Pse e thash këtë? Sepse një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairu duai duau yawmi Arafa." Duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli." Dhe fjala më e mirë që e kam thënë unë dhe pejgambert para meje është: "La ilaha illa Allah." Nuk ka zot të vërtet tjetër përveç Allahut. "Wahdahu la sharika lah." I cili është një i vetëm dhe nuk ka ortak. "Lahul mulku." Ati takon sundimi. "Wa lahul hamdu." Dhe ati takon falënderimi. "Wa huwa ala kulli shay'in qadir." Dhe Allahu është i plot fuqishëm. Shikoni, duaja më e mirë, duaja e ditës së Arafatit, ku ne ja rikujtojmë vetvetes atë zotim që ja kemi thënë Allahut kur kemi thënë bela shahidna. Po, o Zoti ynë, ne dëshmojmë se ti je Zoti ynë dhe ne kur ta krijojsh në këtë dunja, kur të dalim në dunja, këtë do ta mbajmë vazhdimisht në mend. Është mirë që t'ja rikujtojmë vetvetes këtë zotim dhe ta vazhdojmë jetën ashtu si është razi Allahu subhanahu wa taala, sepse vetëm Allahu e di sa mundësi do të na jep, edhe sa herë do t'i mrim këto 10 ditë, edhe sa herë do t'a mrim Ramazanin,
apo ditët e tjera me vlerë që I ka dalluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në lusë që të në mëshiron. Allahu në lusë që të në I falë mëkate që I din dhe ato që nuk I din. Allahu në lusë që të në forcon kur ta kalojmë urën e siratit. Allahu në lusë që të në përkujton që të kthehemi sa jemi gjallë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta fillojmë ta kuptojmë këtë dunja si diçka kalimtare, nuk është diçka e përjetshme. Allahu na lusë të ndihmon musliman kudo që janë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.